Dërë tani ka përdor podcastit. Po më ta themi të lutem përdor podcastit. Po kaq I ka folë shqiptarëve çdo mëngjes i ka treguar pa fuqinë e vet duke thënë shikoni që janë këta, sigurisht e kryetar bashkia. Ta shpje deri në fund argumentin se drejt ke shumë të drejtë. Prisida. Kryeministri flet me podcast, kryeministri flet me veprim. Mirë. Para dy ditë shumë. Ma me doktorën apo? Mos pëlqenin dhe vendimet e ti, po merrte vendime. Gjithë doktorët ishte shumicë. Ta shpje konkluzion deri në fund. Po. Ka që debata. Po se ngele ke Strasburgu. Po jo mos ngele ke Strasburgu, unë thash, që në fillimin ishte çështjen. Është çështje pa gjykuar. I jep drejtën kryeministit bëzide politike. Dhe unë po ju pyes. Vjen antari i nënt. Po ta mbaroj, jo. Po ta mbaroj më burri do ta mbaroj arsetimin. Okej. Dakor. Ti po më jep fut në zgjidhje teknike, unë nuk them zgjidhje teknike. Është zgjidhje politike. Që nga ky moment. Cila është zgjidhje politike? Po jam ta them më burr ta them. Po më lera ta them. Mbaroj emisioni. Mirë, fajt, s'po flas. Ha pra thuja. Po çfarë u 10 herë kam nisur 10 herë s'm ta them. Zgjidhje politike do të thotë zotëri, që nëse partiu mor vendimi, kur mor partiu kur mor, sot ai ka mbledh grupin parlamentar. Nesër çon Dhe grupi parlamentar është mekanizmi i zgjidhjes politike. Dhe në grup parlamentar pra nuk është në podcast kryeministri tani, është edhe në aksion politik. Dhe aksioni politik është legjitim, këtë duhet të them, gjatë gjithë kohës. Dhe legitimiteti i tij rrjedh pikërisht nga ky vendim i gjykatës kushtetuese që nuk është vendim i gjykatës kushtetuese. Tani vazhdoni, kaq kisha. Unë mendoj që sjellja e Ramës është shumë arrogante dhe e papjekur. Unë nuk e di kë ka këshilltar ligjor ai, por të presësh ti të kapesh gjoja gafil nga një vendim i gjykatës kushtetuese dhe mos jesh i parapërgatitur për kështu lloj gjërash në mënyrë të mëparshme, unë mendoj që edhe klima që ka krijuar në Shqipëri me këtë tension permanent me podcastin që tha Mingjozi, që është e vërtet, nuk është e duhura. Mendoj që është e tushme që një qeveri ose një majorancë funksionojë si alo ambulanca, që të merr ndodh diçka dhe aty shkon bën tamponimin e plagës. Se si majorancë, po, se kur ti reagon si majorancë. Si pastaj emocionale dhe kemi edhe zotin Dervishi këtu që mund na thotë që edhe akti që mund të bëjë Rama nuk ka fuqi paravepruese. Po, e vërtetë. Kjo për shumë rasti Balluku nuk është e përfshihet në këtë ndryshim të kodit procedurës penale. Jo, nuk përfshihet më. Vendimi është marrë, nuk është e vërtet kjo që thot Meçe, ka dalë me vendim, kjo më shumë, gjithmonë Rama krijon një telenovel emocionale për të krijuar idenë e përplasje gjëra, kur ndërkohë ka mekanizmat, ka strukturat, ka majorancën, ka reformën drejtësi, ka reformuesit e famshëm, që nuk kishe pse gjoja të ndodhte përpara këtij. Ata janë famozë. Janë famozët përballë madhështorëve, po. Dhe kjo është ajo që mendoj unë, që është e pafalshme që një kryeministër të krijojë këtë lloj tensioni dhe këtë lloj arrogance që do bëj këtë ligj për t'u tregoj këtyre jo po rroga, jo po unë mendoj që një njeri flet me akte dhe flet me heshtje, një qeveritar dinjitoz. Nuk ka pse të krijojë gjithkohë sepse ka tension. Duhet pranojmë që ka një tension në gjithë Shqipërinë. Ka një tension të kësaj përplasje. Dhe kjo është minus i madh për Ramën. Tregoni një papjekuri dhe mos pati një këshillimi serioz ligjor. Nuk ka pse gjithmonë mbasi ka ndodhur gjëja kujtohet të bëj veprime. Unë kam një qëndrim pak ndryshe, sepse sa i takon qëndrimit të kryeministrit, nga ana ligjore për flas, politikisht është tjetër çështje, nga ana ligjore është korrekt. I ndodhi konflikti i kompetencës, mos marrëveshje, i hyn në territorin e tij ekzekutiv, i hyn në territorin e tij legjislativ, dy domene që vendosin qoftë për besimin politik, qoftë se kush emërohet dhe shkarkohet, se pezullim nuk ka një ministër, shkojnë në gjykatë kushtetuese. Nuk bëri gjë tjetër. Atë do bënte çdo funksionar. Unë thash për vajtin kushtetuese. Thash për veprimet që bën tani. Dhe kur gjykata kushtetuese. Ai ka ndonjë komplet reformën drejtësi dhe gjitha aktet që kanë nxjerrë reforma, ai ka jashtë kontrollit politik sepse është skandaloze. Por s'mund bëj tani ai si Ponc Pilati që u zi gjë skandaloze. Ai priti vendimarrjen e gjykatës kushtetuese. Në momentin që gjykata kushtetuese tërhiqet nga misioni i saj, po më Nostradamusi që ka reformën e ka në majorancë. Kur gjykata kushtetuese tërhiqet nga misioni i saj sublim, që të vendosi garde. Si se vendosim ne. Është tërhequr veta. Nuk ka nevojë se ka vendosur unë. E vendos ligji, e vendos kushtetuesa. Në një barazi votash me pasojë shqiptare. Të janë produkte të votuara nga politika shqiptare. Po çfarë si ka kjo vendimi diskutohet tani si janë ata? Po diskutoj për këtë vendimarrje. Gjykata kushtetuese ka ndryshuar në një mos e individualizojmë problemin. Është më parimor problemi, nuk është kaq individual. Problemi është parimor. Problemi është parimor, por është edhe personal. Po është lidhur. Turp që gjykata kushtetuese
del në vendim dhe kur nxjerr emrat... Është turbo, është kjellë ligjore, mos është shumë e rëzë, është këse sa turbi. Nxjerr emrat dhe thot, nuk ka qenë shky dhe e din shumë mirë. Gjithë e din kush ka votuar pro, kush ka votuar kundër, pra gjykata kushtetuese është turp, del edhe manipulon edhe rezultatin e votave vetë. Që në këtë moment tregon që çështja ka drejt brësit, ajo është edhe personale. Dhe politikisht pondur, hyhet në kod penal, bëhen ndryshime në kushtetut, po në fund parë ditet njerë dhe thuhet prit më nga i presidenti i Republikës, edhe këtë gjithë të tjerë të kërë, çfarë po na do me këtë gjykatë kushtetuese? Presidenti i Republikës, po të shikosh kushtetut është më i pambrojtur nga të gjithë. Pra ka drejt Rama kur thotë që mund të zollohet. Po. Po, tash më i pambrojtur nga ana ligjore, ndërsa sa i takon ndryshime në kodin penal, kur janë dispozita që kriminalizojnë veprat të caktuara apo veprimet të caktuara, ato hyjnë fuqi menjëherë dhe zbatojnë ato që janë më favorizuese. Sa i takon ndryshime në kodin e procedurës penale, pra procedura hyn fuqi menjëherë. Nuk në atë moment këtë çështje gjen në ecje sipër, procedura zbatohet. Po kjo çështje është në ecje? Është për mendimin tim. Pra, edhe ky rast konkret toni ju përfshihet në këtë ndryshim. Po, përfshihet. Ja kam përshtypjen edhe kjo do shkojnë gjykatë kushtetuese kanë frikë. Po Skënder. Po të shkojnë. Po jo, se e goditi vetë gjykatë kushtetuese. Thotë përderisa parlamenti ka vendosur, nuk e trajtojmë ne. Tani e vendos parlamenti, s'ka punë gjykatë kushtetuese. Se ky është vendimi i palës kundër. Po ne kupton si është vendimi i palës kundër. E ka caktuar parlamenti thotë. Atëherë cakton parlamenti gjykata kushtetuese ndryshohet kodi penal, kodi procedurës penale. Dhe automatikisht kodi penal direkt edhe për rastin konkret. Rastin që është në shqyrtim. Jo këtë rast. Rastin që është në shqyrtim. Po ky edhe ky. Po, Skënder. Kur thash që ka ardhur koha për disa ndryshime që janë fiziologjike, unë mendoj se ka ardhur koha të mendohet më thellë se çështja e ditës apo çështja e javës. Pse? Këtu në një orë diskutim doli që KED-ja gjumë. ILD-ja ka shumë muaj që ka dalë. Ta letargjik. KLP-ja dhe KLG-ja kanë akoma vakanca gjyqtarësh dhe prokurorës cilët po ankohet çdo lloj gjykate që nuk ka personel as për të bërë gjyqje dhe as hetim. Shkolla e magjistraturës është këtu si ai burgu Manhattanit, as nuk hyj as nuk del njëri. Gjykata kushtetuese shumë e nderuar që dikur hidhten tuç Sali Berishën me gjithë Karamanlisin, me gjithë Lulbashën dhe me gjithë homologën greke, Bagojanin, patjetër, sot është kjo që ne diskutojmë. Backlogu i dosjeve ka kaluar 200.000. Ekstrem. Dakord? Do të thotë. E nisëm reformën me 16.000, për shkak 16.000. Unë nisëm për të vënë vetullat dhe kemi nxjerrë syt. Reforma në drejtësi për mendimin tim, ka dështuar. Dhe duhet pranuar. Komplet. Në këtë prizmë? Ka dështuar. Për mbi ngarkesën? Patjetër. Po dhe jo vetëm. Ajo është njëri. Fotografinë e mbi ngarkesës, Koli. Në rast se do të plotësojmë sot, ju keni në dorë bashkë me Net5 të vendosim gjyqtar nesër. Dhe të plotësojmë 800 prokurorë dhe gjyqtar. Me gjendjen e stokove që janë brenda në sistem, këta nuk ja dalin dot, as 800 veta, nëse të bëhen nesër. Sepse janë 180.000, 170.000. Ku ja dalin ata? Ata janë kur tjetë zero. 800 është për zero. Është për zero brenda vitit. Sepse ne kemi gjykimin administrativ, në gjykata apelit administrative kemi 1 muaj me ligj, 1 muaj. A që ka? Në ka aty është bërë vullar. Mundem të shtoj gjithë vojë. Dhe në këtë mes, Sokol, në këtë mes, me që edhe në Amerikë, se e thatë drejtat punë Trumpit që vurit 3 gjykatës. Edhe në burre? Edhe në Amerikë, po, edhe në Amerikë. Nuk është sistemi i drejtësisë, është i pavarur, po nuk është i pakontrolluar, jashtë kontrollit, në sensin e keq të fjalës. Jo, në një rast si ky, ku bëhet fjalë për kompetenca pushtetesh, në Amerikë sigurisht do ishte vendosur edhe politikisht. Këtu tek ne kemi lënë kaq të pavarur, sa që e kemi lënë edhe totalisht ka marr fushat. Të pavarur, po jo nga të gjithë. Të pavarur, po jo nga të gjithë. Problemi është se të varur nga shefet dhe nga veset po ama. Patjetër. E pranojmë dhe batutën, po interpretimi. Jo, s'është batut kjo. Unë po e bëj batut se kam pak edukat. Patjetër, e kuptoj. Mbaj edukatën se është mirë. Jo, patjetër. Po edhe unë shkolla doktorit jam, nga shkollë kam dalë. Lutem, duhet të thënë Sokol që me të majtën s'kam lidhje organike. Unë nga shkolla doktorit kam dalë. Më fal, nga momenti që gjithçka është politike, në sensin e mirë, gjithçka është politik. Politikë sociale, kulturore, çfarë doni, urbanistike, ndaçi, gjithçka është politike. Këtu politika ka jo vetëm mëkatin e madh, që ka kaluar një korpus reforme sikur po kalonte, ku e diun, nenet e një rregulloreje
kampi pionjerëve. Merë lexo kushtetutën se është. Por, e dyta, kur dalin të metat gjatë rrugës, refuzon me kokëforci dhe këtu Rama është kampioni dhe është i pari, prandaj është ai përgjegjësi. Është i pari, prandaj është ai podcasti i Gjesit. A e ka bërë ai reformë? Që ve syzet e kuqe dhe thot, a e shifni ju more se çfarë bëjnë këta? Dhe ku ndodhet? Ndodhet ke zyra butonave. Do me thënë, është i zoti i tavolinës butonave dhe i thot popullit shqiptar, a e shifni qa po bëjnë këta? Po mirë më, po 83 mandate, pse na i valvit gjithë ditën dine? Prandaj thash është shumë pak dhe është shumë vënë së vëllë. Mirë, e drejtë është që Rama duhet t'i tregoj shqiptarëve Duhet të rivendos diçka më mirë mes pushteteve. Disa mekanizma të kontrollit dhe balancës. Ju zbuteni si doni tani, po e vërteta krudo është kjo që thashun. Strukturën e posaçme, ku prokurori i posaçëm nuk mundet dhe nuk duhet të mbaj në përgjim 24 në 7, gjyqtarin e posaçëm, se kështu e ka me ligj. Gjyqtarin kushtetues. Po çfarë është ajo? Këto janë domenet të prokurorit, do duhet të jenë të prokurorit përgjithshëm. Po kjo është i merri madh. Do të kontrollojnë dhe spakun vet. Kjo është Kore e Veriut. Vetëm kështu balanca do të Kjo është Kore e Veriut. Ndërkohë ai që po ndodh sot është që prokuroria e zakonshme është duke kopjuar në veset e këqija prokurorinë e posaçme. Meçë, që ta mbyllim. Koli, ky vendim i gjykat. Që ajo nuk është gjykuar. Jo, ai ka të drejtë. Që aje ka emrin Ali e ka, po ose them emrin e tij. Pra, ky vendim i gjykatës kushtetuese, në unanimitet të gjithë ekspertëve kushtetues, po dhe çdo juristi normal në Republikën e Shqipërisë, tregoi defekt serioz që ne kemi në sistemin tonë drejtësisë. Sepse kur kupola e lartë, e cila përfundimisht do të mbante si mekanizëm kontroll gjithë mekanizmin poshtë për cilën kemi folur dhe Skënderi përdori një batut që ka prevaluar protagonizmi përballë ligjit, pra këta që i kemi përballë ne nuk bëjnë më ligj. Nuk bëjnë ligj, këta luftojnë për protagonizëm dhe protagonizmi